Cristian Aslani vazhdon të lidhet ngushtë në Turqi me një transferim të Beşiktashi, me sfushori kombëtare tregon si dëshirë e stafit teknik, ndërsa nga burime jo zyrtare janë publikuar së fundmi disa detaje sa u përket shifrave. Fillimisht tregohet se paga mund të shkojë deri në 1,2 milion euro për pjesën e mbetur të sezonit. Vetë Interi do të përfitonte 1 milion euro nga ky huazim. Drejtuesit e Beşiktashit ndërkohë kërkojnë që të ulin sa më tepër opsionin e blerjes së kartonit. Aktualisht përflitet për 10 deri në 12 milion euro, po ashtu në fund mbetet për të vendosur kalendari për kryerjen e pagesave. Një klub tjetër mjaft interesuar për Aslanin mbetet edhe Paris FC. Këto të fundit mund të surprizojnë edhe me një blerje direkte pikërisht në ditët e fundit të merkatos. Huazimi te Torino ndërkohë rezultoi një dështim. Aslani i ka ndjekur dy ndeshjet e fundit nga tribuna, duke u kthyer në një situatë të paprecedent për të. Zjarri që përfshiu një shtëpi në fshatin Gorish të Malishevës, ia mori jetën një gruaje rreth 53 vjeçare. Rasti i rënd ndodhi rreth orës 22:30 të së martës dhe vdekja e saj u konstatua në vendin e ngjarjes. Nga policia kanë konfirmuar proklamin e incidentin tragjik, ndërsa kanë reaguar edhe familjarët e sendjerës. Nipi i viktimës, që vjen nga familja Mazreku, me një postim në rrjetet sociale ka shkruar fjalë prekse për vdekjen e hallës. Përkundër përpjekjeve, ai shkroi se nuk arritën ta shpëtonin. Sot në orët e mbrëmjes e përfshiu zjarri njërën nga shtëpitë në oborrin ton. Pas gjitha përpjekjeve, fatkeqësisht nuk arritëm ta shpëtonim hallën ton me aftësi të kufizuara. Na bëj halal i hall. Ka mendu që për ty jemi në gjendje me boj gjithçka, por ja që nuk arritëm t'i përballojmë flakët. Allahu ta pas të mëshiru shpirtin e bardhë. Faleminderit për të gjithëve që kishin afër e u munduan drejt qëllimit të mirë, thuhet ndër të tjera në postim.